në krimin e institucioneve zoti Kurti shkon komod për shkak se i ka numrat për të krijuar qeverinë dhe kuvendin. Zgjedhjet e 7 shkurtit janë mbajtur për shkak se është dështuar të votohet presidenti. Edhe mendoj që këtu është gjithë problematika, edhe ne 7 qershorit sa që shumë zgjedhje. 7 qershorit rrëtë një vjetur shkurt, pra 3 palë zgjedhje, pra në zgjedhjet e fundit kemi shku për shkak të presidentit edhe nuk kanë ndryshuar asnjë rrethon. Pra partitë janë aty, edhe nëse kanë shku në zgjedhje për shkak të presidentit, unë nuk po shoh tash në zgjidhje racionale, pra nëse unë po e përsëris që s'ku besu që do të ketë zgjedhje me 7 qershor, për shkak se dikush i ka 51%, është jo logjike që të shkohet sërish në zgjedhje. Në Kosovë, partitë politike, edhe në situata kur dallimet, animozitetet, kundërshtitë kanë qenë shumë të mëdha, kanë ditë të gjejnë zgjidhje, edhe jo ndoshta për shkak të interesit tyre, por kanë menduar ndoshta ka pak edhe për shtetin e Kosovës. E kemi vitin 2002 kur partia me 48-7 e jap kryeministin, e kemi 2004 kur po ashtu partia me dikun gati 40-42% e jap pozitën e kryeministit. Pastaj kemi edhe veprime të tjera të partive politike kur partia e parë e jap kryeministit partisë së dytë, edhe pastaj ka marrëveshje që sot ndoshta mund gjykohen që kanë qenë të mira apo të keq partive politike, por e kemi pa që kanë qenë të mirë të institucioneve. Po pse ky është sipas ky ndryshim drastik i qasjes në këtë rast të partisë fituese? Në qëndrim edhe personal, për shkak se mendoj që ata lider përfshirë zotin Kurti, por edhe të tjerë nuk po e kanë më problem nëse ja humbin 1 vjet, 2-3 Kosovës, për shkak se ndoshta edhe mosha aty nuk është shumë e shtyr, pra janë 3, edhe duke menduar se janë 3 nuk humbin shumë vet, ja humbin edhe Kosovës 2-3 vjet, por nëse ja humbin Kosovës është shumë, por 1.6 milion njerëz të humbin 1, 2 apo 3 vjet. Pra, është klasë pa përgjegjshme politike, e cila po funksionon në këtë formë për shkak se nuk ka konkurrencë, edhe nuk ka në skenë një alternativë e cila mund të rrezikonte, qoftë opozitën, qoftë pushtetin. Pra, kemi një farë pushteti arrogant, një opozite çakurdume, të pastrukturume, e cila po e përsëris prapë ndoshta është më miri që të shkrihet në deg të lëvizjes vetvedose dhe të krijohet një hapësirë, një partie të re, një opsioni të ri politik në mënyrë që të mbahen përgjes pushteti për gjithë ato çka ka bë dhe çka nuk ka bë për këto 5 ose 7 vjet. A mund gjendet zgjidhje mes zotit Kurti dhe zotit Abligjiku? Unë e dyshoj shumë, për shkak se zoti Kurti e ka lutur zotin Abligjiku që mos ta çojë vendin në zgjedhje. Kemi pasur letrat publike kur i kërkonte, i thoshte mos shko në zgjedhje se na prap do të bëhemi bashkë. Na duhet të pranojmë që